Letjet mosdjeninë e zyrtarit ligjor, që duhet me qenë mas tabel dhe ma konkret në lidhur me çështjet që ne i ngrisim, e realisht para se të votohet në epsharim. Unë sot po e shoh që komplet taktika apo dinamika e këtyre komiteteve ka ndryshuar. Unë pajtona plotësisht që duhet me u tërheq për këtij komiteti, komiteti për shëndetësi që kam qenë, por megjithatë këto janë sinqerisht jo mirë edhe për neve si kuvendor kur marrin vendime dhe këto vendime kthehen për shkak mosdjenisë që jo rastisht edhe duhet më gjyku për te, për shkak se ekzistojnë njerëz kompetent që duhet me jep sqarime. Sa i përket pyetjes apo do të referohem me çështjes së Reshatit konkretisht, mendoj që nështë kjo puna e ekspertëve nuk është që nuk i ndihmon këtyre komiteteve, pavarësisht që ne e kemi dëshirën që të jemi të përfshirë gjithë në këto komitete, por megjithatë nuk mendoj që nështë është diçka keq, përderisa kemi mundësi me japën më tepër edhe jashtë e jo vetëm brenda kuvendit, domethënë ekspertët të lamive të ndryshme. Prandaj nëse udhëzimi administrativ ka thonë si ekspert që gjë cilën ne po e lexojmë dhe e kemi udhëzimin administrativ vitit 2020, po e citon një gjë të tillë, mendoj që nështë kishmi parapri një kërkesë të tillë që konkretisht na është kthyr vendimi konkret lidhur pikërisht me këto çështje për formimin e komiteteve jo më shumë se 5 dhe për përfshirjen e ekspertëve në këto komitete. Prandaj mirë që u kërku nga zotri Ramusaj një pauzë 5 minutëshe, që të dakordohemi dhe më pas të vim me propozime konkrete dhe më pas të shkojmë në pako e jo të bëhet kështu diskutime që me të vërtet nështë ta nuk kemi mujtë dhe me u marrë vesh si duhet. Faleminderit. Replik zotri Mujota dhe replik zotri Muharremi. Zotri Muharremi, pastaj zotri Mujota. Faleminderit zotri Seferi, unë munduhem ta kryj punën tem me atë çka di edhe çka moj. Nuk do të thotë që i di të gjitha, se nuk i din askush. Përbërja këtyre komiteteve nduket e keni pas një marrëveshje politike që një morë vesh, edhe nuk e keni kërkuar ndihmën time. Unë nuk e marr fjalën vet. Unë e marr fjalën kur kërkon kryetarin një shpjegim ligjor edhe ma lejon kryesuesi me fol. Nuk e marr vet. Faleminderit. Faleminderit zotri Mujota. Faleminderit kryesues, më përmend emrin Besniki. Ani temës ja përmend. Jo, përmend atash, por s'ka lidhje se me Besniki kanë kam qenë me bë replika se i ka tamla replika, edhe Besniki. Besneku në veç për ta bëjnë një pyetjen nuk dakord jam. Pajtoj plotësisht, po për ta bëjnë një pyetje ekspert e fushës. Nuk ka antar i kuvendit. Sa antar i kuvendit. S'ka rekomandim. Nuk e di jam nguve me vëmendje. Na veç raport, ti në komitetin e nakon dët, në komitetin për arsim. S'u ke nxjerr asnjë rekomandim. Një konkluzion bashkë me drejtorin ose drejtori tani e ka marrë përgjegjësinë me bën rekomandim kuvendit me insistimin ton se ti s'ki drejt. Eksperti i fushës, çka kontribon te komiteti? Kur udhëzimi administrativ ty të përbët është organi kuvendit dhe trupat e kuvendit e përbëjnë. Që tu mos jem të i përzi sana, përfaqësues ligjor, analizue. Po jo, po më hapësirë shtyme edhe për mbledhjen tjetër këtë komitet. Në të mirën me apelën në ta sqarojnë mirë. A është e domosdoshme mu kon ekspertat, nuk e kem domosdoshme ta formojmë një komitet sot. Mujna me shtyna, në të mirën vesh se ky edhe mbledhjen e kalume thej që unë kom fol me ministrinë edhe është e garantuar që keni drejt me dy komitetet. E kthyn. Ama një përgjigje Besnik qatë pyetjen që ata bëma. Apon? Besnik, jepja përgjigjen shpejt në pauzë. Po e luj rolin e zyrtarit ligjor, po neni 14, po. Zotri Mujota, kërkove një përgjigje, të kisha lutur dëgjoje. Po ju referohem ligjit apo udhëzimit administrativ që neni 14 thotë kështu: përbërja dhe organizimi i komiteteve të tjera. Komitetet e tjera të cilat themelohen nga kuvendi i komunës në fushat e caktuara përbëhen nga anëtarët e kuvendit dhe përfaqësuesit jashtë kuvendit të komunës që janë ekspertë të fusha e përkatëse.
Fakti është që këtu nuk po obligohet, po thjesht po kërkohet. Nëse me të vërtet kërkohet, unë thash ekspert të jashtëm mund të jenë ata që mund me jap kontribut. Çfarë kontributi mund me dhon për shembull? Nëse ne kemi zyrtar, praktikant të rinj dhe të reja, të cilët janë të papunë, këtë rast, ose edhe pse jo dhe me punë, por që janë ekspertë të lamive të caktuar që kanë mundësi me japën diçka lidhje me kontributin e këtyre komiteteve. Mendoj që pse mos me i prihen një komitetit këtill. Ne e dimë rreshat që edhe rekomandimet që janë orë nga komitetet jo obligative janë rekomandime që nuk ipen si rekomandime, për shkak se janë komitete jo obligative. Komiteti për politikë dhe financa dhe komiteti për komunitete janë me patjetër që do të më dhonë rekomandime për kuvendin, që vinë në mënyrë direktive. Prandaj, nëse qoftë me ekspert dhe qoftë pa ekspert, prapë ti se rekomandim smunesh me jepën për drejtoritë përkatëse ose për kuvendin, derisa drejtoria përkatëse nuk jep një rekomandim tillë pikërisht nga ajo drejtori. Ndërsa sa i përket ekspertave, mendoj që me të vërtet është diçka që mujna me bë, po pavarësisht kësaj, unë thash, është diçka e mirë, me pas një gjithë përfshirje nga jashtë, jo vetëm nga ky kuvend, por megjithatë mirë që u kërkoni një pauzë 5 minutë që të akordohemi dhe të vazhdojmë tutje me themelimin e këtyre komisioneve që besoj dhe shpresoj shumë që ka me qenë përfundimtar. Faleminderit shumë. Atëherë shkojmë pauzë 10 minuta. Merr në verë.